Tash mos e merr për keq. Tash shqyr që s'ke dalë nominim, mos e merr për keq. Po ta thash, të doli vetë ftyra keq. Çfarë doje me ul vetëm për dal një vetë? Pasi ka dalë ty më i gos që fleti për marr përgjegjësitë mia, o brikena, çfarë nuk tyra shkoj i them dikujt tjetër të ka dalë keq, po kur ty për vete të ka dalë më keq se keq, ti vjen me i thon dikujt se si. Hot dog and macaroni, chicken and macaroni, chilling with my heart. Po, qa falsiteti. Hajde. Qa falsiteti të beton. Si ka mundësi me se një ka që falsa. Pse me ti brikena thash? Joela, qa bëra? Pritullen. Po qa bëra me që të falsa? Aman, moj. Po qa bëra me Joela? Se s'ke firmos të ftesa. Që i ke bo mirë. Parë zote me sa ftyrë ke ftu mirë ndasë. Se kam ftu në, kam ftu gimbo. Me sa ftyrë, apo normal se do përdojsh gimbon ti me ftu mirin. Ti je gashme të përdojsh do lloj njeriu që të kesh unë do të ftoja çdo njeri që është në shtëpi, çdo banor në shtëpi. Po, njeriu me cilin ti je dashuruar. Çdo banor. Do përdoresh atë. Atë ignorant o modern. Ai të ketë ftyrë, po pse s'na le na shoh o gimbo? O gimbo si se kupton o gimbo. Arroba që sot është chill day. Si ka mundësi o vajzë? Edhe më bukur se ndakan atjerën dhe thamë në sot është ditë çdo gjë ana. Ti je fiks një nga ato vajzat që je gatshme ta përdorësh këtë djalë që kanë ndjenja për ty, për me ndërtu ti një histori fake, edhe me ftu mirin dasëm, ti që e ke ofendu mirin, miri të pas ka bo këtë të shikime, ka nardhë 1000 senjale për ty, videoja e babit tënd, i vlajt tënd dhe ti ke ftyrë në përmjet gimbos, ky shkreti ka vendos firmën aty, jam e bindur që ky nuk e do mirin dasëm, dhe ti e ke ftu mirin dasëm e vajzë dashur. Me sa men e me sa ftyrë, mas 50 ditë se din kreveti, ti prap vazhdo në fton mirin dasëm.